Shqipëria e konsideron Vučićin një mik të ngushtë, ndërsa në të njëjtën kohë krijon partneritet ushtarak me Kosovën dhe Kroacinë. Ai e shpall Turqinë partnere strategjike, ndërsa mban raporte shumë të ngushta me Izraelin, rivalin e madh të Ankaras në rajon. Ai cilësohet një mik i mirë i Melonit, Macronit, von der Leyenit e të tjerë, dhe kjo e ka ulur Shqipërinë në tryez me aktorët e mëdhenj. Megjithatë, 10 reforma të nevojshme për të ndërtuar një shoqëri të sundimit të ligjit dhe demokratike, ose nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht, duke penguar integrimin e mëtejshëm të vendit në BE. Më 11 maj, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama siguroi mandatin e tij të 4 radhazi në detyrë. Në fund të mandatit të ri në vitin 2029, ai do të jetë udhëheqësi i dytë me shërbimin më të gjatë në këtë post, pas kryeministrit komunist Mehmet Sheu. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit sollën një fitore të thellë për Partinë Socialiste. Ajo mori rreth 50.000 vota më shumë ose 4% krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Tani ajo ka 83 nga 140 vende në parlament, dhe është vetëm një vot më pak se sa shumica e kërkuar për ndryshimet kushtetuese. Fitoria dërmuese e Ramës mund t'i atribuohet shumë faktorëve: stilit të fushatës, një ligj zgjedhor që favorizon shumicën qeverisëse i kombinuar me praktika jo demokratike, si përdorimi i burimeve shtetërore, një kandidaturë opozitare jo frymëzuese dhe e vjetër si Sali Berisha, një front i opozitar të fragmentuar të partive të reja, por edhe dështimi të BE-s dhe SBA-s për të mbrojtur standardet demokratike. Misioni vëzhgues si OSB-s renditi një gamë të gjerë praktikash zgjedhore jo demokratike nga partia në pushtet, duke përfshirë përdorimin e burimeve shtetërore, mbledhjen e paligjshme të fondeve, friksimin e përhapur të votuesve, mbulimin e pabalancuar mediatik dhe presionin mbi punonjësit e administratës publike. Te ky e fundit ishte shumë i rëndësishëm sistemi patronazhist i ngritur nga Rama, një formë e favorizimit të klientelës. Një numër raportesh mediatike dhe OJQ me reputacion kanë shprehur shqetësime në lidhje me prapëmbetjen demokratike në Shqipëri, abuzimin me pushtetin, kapjen e elitës, kapjen e shtetit, pastrimin e parave dhe një rënje të lirisë së medias. Megjithatë, një aspekt që bie në sy është mungesa e plotë e kritikave nga BE dhe SBA. Magjia e marrëdhënieve, që nga fillimi i luftës në shkallë të plotë të Rusisë në Ukrainë, si BE-ja, antarët e saj me ndikim, por edhe SBA-ja, duke filluar me administratën Biden, kanë zbehur publikisht por edhe privatisht kritikat ndaj praktikave jo demokratike të përdorura nga aleatët si Shqipëria. Shumica e antarëve të BE-s e shohin Ramën si një partner të denj. Vendi ka organizuar me sukses 3 ngjarje politike: samitin BE Ballkani Perëndimor në vitin 2022, samitin e procesit Berlinit në vitin 2023 dhe samitin e Komunitetit Politik Evropian këtë vit. Këto aktivitete kanë vendosur Ramën në qendër të disa prej çështjeve vendimtare europiane. Italia pati përfitime nga nënshkrimi i një marrëveshje për krijimin e qendrave të pritjes së emigrantëve të paligjshëm të kapur në det. 3 kryeministra britanik Johnson, Sunak dhe Starmer ndoqën të njëjtin qasje, duke i kërkuar Ramës një pakt të ngjashëm. Përveç kësaj, Rama ka arritur të përmirësojë marrëdhëniet rajonale me Serbinë, gjë që shumë vëzhgues perëndimor e konsiderojnë një përparim, edhe pse Serbia kishte çështje të pazgjidhura me Kosovën, por jo me Shqipërinë. Pjesë e profilit ndërkombëtar të Ramës është dënimi prej tij i luftës së Rusisë ndaj Ukrainës, mbështetja për të gjitha sanksionet e BE-s kundër Rusisë dhe furnizimi i Ukrainës me armë. Në kontrast të plot me rrugën e ndjekur nga Serbia ose vendet e BE-s si Hungaria dhe Slovakia, Rama ka mbajtur raporte të ngushta me Izraelin, duke e mirëpritur presidentin izraelit Herzog gjatë një vizite zyrtare vitin e kaluar, një veprim që me shumë gjasa nuk u prit mirë në Ankara. Turqia është partneri strategjik i Tiranës, por u vlerësua në shumë kryeqytete perëndimore. Rama ka hartuar një plan integrimi rajonal që mbështet nisma rajonale si Ballkani i hapur, mini Schengeni dhe një dialog të hapur me Serbinë, ndërsa këto duken premtuese për bashkëpunimin rajonal, në fakt nuk është arritur asgjë. Përkundrazi, ato janë përdorur për të maskuar korrupsionin, nepotizmin, kufizimet e lirisë së medias dhe elementet e kapjes së shtetit. Përveç kësaj, Rama ka një marrëdhënie të mirë me administratën Trump. Dhëndri Trump, Jared Kushner, ka fituar një kontratë 99 vjeçare pa pagesë për investime turistike në ishullin e Sazanit, një projekt me vlerë miliarda dollar. Ndërsa reforma në sistemin gjyqësor financuar nga SBA dhe BE në vitin 2022 çoi në arrestimin e një numri ministrash të Ramës, përfshirë Semir Tahirin, ish-ministrin e Brendshëm, i cili u dënuar për shpërdorim detyre. Vetë Rama është kritikuar rrallë publikisht për përfshirjen e antarëve të qeverisë së tij në skandale korrupsioni apo krim të organizuar. Miku i të gjithëve përveç Rusisë, BE-ja e sheh Ramën si një kryeministër plotësisht të përkushtuar ndaj interesave perëndimore në rajon, që garanton stabilitet në një rajon të trazuar, që e mbështet bllokun në periudha krize dhe që të paktën në letër mbështet reformat liberale perëndimore, por që kur Rama u ngjit në pushtet në vitin 2013, më shumë se 400.000 shqiptarë janë larguar nga vendi i tyre, kryesisht në kërkim të mundësive më të mira ekonomike, liria
Qeveria e medias është dobësuar, ndërsa korrupsioni, nepotizmi dhe klientelizmi janë ende të pranishëm. Edi Rama e kritikon shpesh dhe publikisht homologun e tij shqiptar të Kosovës, kryeministrin Albin Kurti, për te kalimin e vijave të kuqe, diçka që presidenti serb Aleksandar Vučić nuk është i gatshëm ose nuk është në gjendje ta bëjë ndaj veprimeve separatiste të udhëheqësit serb të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Edhe pse Shqipëria e ka përcaktuar Turqinë si një partner strategjik, ajo nuk ka asnjë kundërshtim për ta pritur presidentin izraelit me ndërime të plota, duke abstenuar nga rezoluta e OKB-s për një armëpushim humanitar në luftën e Gazës dhe madje raportohet se po i shet armë Izraelit. Ajo e ka pozicionuar veten si një udhëheqëse në mbështetje të Ukrainës dhe po bën më shumë se sa do të pritej nga një vend i madhësisë së saj. Ndërkohë Beogradi është larg dënimit publik të luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Shqipëria ka arritur të krijojë një partneritet konstruktiv me Serbinë dhe Rama e konsideron Vučićin një mik të ngushtë, ndërsa në të njëjtën kohë krijon një partneritet ushtarak me Prishtinën dhe Zagrebin. Ndërsa u përplas hapur me Kurtin, Rama arriti të ftojë liderët e partive shqiptare nga Maqedonia e Veriut në Tiranë për të inkurajuar ata të ndjekin një agjendë politike konstruktive, veçanërisht me lidhjen socialdemokrate të ish-kryeministrit Zaev, një tjetër mik i ngushtë i Ramës. Në nivelin personal, Rama konsiderohet jo vetëm si kryeministri i një vendi partner, por edhe si një mik i mirë i Melonit, Macronit, von der Leyenit, Herzogut, Zelenskit, Vučićit dhe Erdoganit. Të gjitha këto veprime në marrëdhëniet ndërkombëtare kanë arritur ta sillin Shqipërinë në tryezën e bisedimeve me aktorët e mëdhenj. Megjithatë, 10 reforma të nevojshme për të ndërtuar një shoqëri të sundimit të ligjit edhe demokratike ose nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht, duke penguar integrimin e mëtejshëm të vendit në Bashkimin Evropian.